është mirë se ki Prishtinën gati, ki Mitrovicën gati, ki autobanin. Më interesan, a ka pluhën në Obileq aty? A bjena i pluhën, se është shumë afër provimi aty. Ja, pa mund është mi pa edhe në vetura, pak një vetur nëse ka që ku jena sa shumë në afrova shumë. Pas ka dhe banesa aty, ja? Sa shtraka këto më tasha ko me nalë, se veç një peshën, një du të me nalë. Që të ndrejë rrugën. Laj, sheshi. Nalë njerë! Nalë më të thonë! Që du zë shpejt aj? Kujdes Nej, pytje? Shkurt? Pytje të shkurt? Pytje. Hajde, prejtum. Me ka mirë nga drejt për drejt. Përshëndetje qytetari i Obileqit? Po, Miloshev. Miloshev. Ku është Milosheva? Tu një 2 minuta. Rëthina? Po. Apo bjen pluni, po thot trakle, a ka trakle një pytje, apo bjen pluni puna... Bjen, këgja mirë. Po, po. Ku e vrejni mas shumë ty? Këtu ba shumë në Obileq, po dhe atje e vrejna një farë pluni adin, në qilë, po... Pse është mirë me jetu në Obileq, edhe pse s'është mirë me jetu në Obileq? është mirë se ki Prishtinën gati, ki Mitrovicën gati, ki autobanin, ki shkolla, është qyteti mirë, ka punë. Është qetë kështu? Po, sa djema aty, më do këtë ditën që gazetare kom i live, më mashtron, a janë të elshun njerëz vendin, qytetin, të shku tjetër kënë me jetu, apo jo? Pasha, unë jetë e jashtë nuk e di, Oke, jashtë, një orë me nëzirë dokumenta. Me orë për djallë. Oke. Po, nuk e di. Po, nashta, po, edhe koka tu në këtu për rrëth janë shumë mirë. Edhe për rrëth. Faleminderit shumë, respekt. Djallit të mësëm që është ramë qështu, se në tutna. Trakja. Tung! Qytetari i tha do fjallë Lypi 10 fron nga trakla, së është mirë, mi mojtë në koljet për e lash. Qa ke i Zvicrës atja? Thujnë, garan.